kemi ardhur këtu se policia e shtetit, vllai me motor, ka bërë një konflikt në lagja 1 Maj Romëve. Andean atë dy palet, vllai me motor, i shoqëruar në komisariati Fieri. Komisariati Fierit i ka lishuar me arrest me burg si familje 4 veta. Andea, dolëm edhe në gjykat këtu, gjyqi mbyllur, Andea i ka lishuar me arrest me burg 4 veta. Edhe mamën e ka lënë arrest shtëpie, patën drejt pa një gjë. Pra, janë 4 veta në burg, njëri është në shtëpi, apo jo? 2 veta janë në burg, edhe Vllai i vogël është në shpallë kërkuar. edhe kresora Liliana Muharemi ishte arrest me burg. Djali tjetër ishte në shpallë kërkim. Janë arrest shtëpie si familje. Janë arrest shtëpie si familje, e kanë masartuar. Edhe ne kërkojmë të drejtat. Edhe ne tani ngelur në kërkojmë ndrejsinë e Edhe shteti policia nuk na ka respektuar, na ka vonuar në komisariatin e Fierit. Ato që ishën në... Ja, se foli bukur atë qupa, foli bukur, që tha qupa? Të pandeuri që kanë bërë krimin dhe që na kanë vonuar si familjen, policia e shtetit nuk ka marrë mas për viktima, ka marrë mas për pandeurin që i kanë nxjerrë jashtë. Edhe qifte u kapte shtëpi e pandeurit e Sheme Osmani, Kristaqi Osmani dhe Kadri Osmani, Gence Osmani. Pra dhunusët janë jashtë? Dhunuset të dhunuarit janë futur brenda. Dhe viktimat që jemi dhunuar, papaja, Hito Muharemi, Antonio Muharemi, janë futur brenda me arrest në burg. Mamaja me Liliana Muharemi ishte me arrest shtëpie, vllai tjetër 16 vjeçë, ishte në shpallë kërkim. Si të pandeuri që na kanë dhunuar neve, kanë dalë jashtë edhe ne, si jemi dhunuar në të pandeurit viktimat, kanë ngelur brenda me arrest burg, e si me çfarë lloj arsye. Edhe të gjyqësorat të policisë Ervini edhe Tolja dhe Ervini, edhe si drejtori policisë, ka marrë 5.000 euro nga Kadri Osmani edhe nga Kristaqi Osmani. Edhe vllai tim, drejtori policisë, e ka goditur me pistolet në kokë, ka të qarë që është brenda në burg, se ka ngrënë lek shteti, edhe nuk na ka respektuar, në të kundres na kanë dhunuar e na kanë qiduar. Të dy gjyqësorat të policisë na kanë fenduar, ikni që këte në komisariati se u qiva rop, na kanë fenduar, nuk na kanë respektuar. Edhe unë ngellët dy me arrest burg, edhe ne kërkojmë drejtsinë tonë. Si të pandeuri ka ishtë kapur kalashi, edhe të ne viktimat nuk na marin mas për viktima, ato marin mas për pandeurit. Viktima ishim ne që na kanë dhunuar, na kanë bërë pritje rrugut. Unë isha në makinë, babi, mami dhe vllai Antonio, ishim për në fshat, jemi nisur që në orën 6 të mëngjesit, jemi nisur për të mbledhur hekrat në Vlorë në fshat, jemi kthyer në orën 2 në fshati. Shikojmë ne Kristaqi bashkë me familjen e vet, na kanë bllokuar rrugicën për të shkuar në shtëpi. Ne si persona që ishim në makinë nuk kemi ndërtuar direkt për në shtëpi, jemi kthyer mbrapa në makinë, kemi ndaluar, kërkuam ndihmë nga policia 129 dhe kemi thënë duam ndihmë, është dërhyer policia. Ka parë që Kristaqi bashkë me familjen e vet ka ndërprerë rrugën me leva, me spat, me ato. Policia i ka shoqëruar të dy palë në komisariatin e Fierit të policisë. Si ngrihet pastaj oficeri? Pati konflikt u zut me njëri tjetër në ato momente? Jo, e ka shmangur ta, se ikës, jo drejton policisë. Ndërkohë Kristaqi me familjen e vetë, që na kanë bllokuar rrugën, ne jemi shmangur mbas dhe kemi telefonuar policisë. U shoqëruat të gjithë dy familjet u shoqëruan policisë. Po, dy familje janë shoqëruar në polici në komisariatin e Fierit. Edhe se komisariati Fierit policia nuk ka marrë masa për viktima që na ka dhunuar, ka marrë masa për pandeurin. Që na ka dhunuar të dy gjyqësorat, drejtora. Si ka të drejt polica dhe Ervini shefi dhe Toli oficeri policisë, ka dhunuar mamën time, mua më kanë dhunuar, më kanë hedhur nga shkallat, kanë bërë skam, njëri isha goditur mbas te koka. Vllai time Antonio Muharemi 20 vjeçë ka dhunuar me pistolet në kokë. Mua më kanë dhunuar, më ka përplasur në tokë oficeri policisë Tolja. Ervini, si hasbi qela, Kreplaku i Lagjës, ka marrë në qa familjen time që ka ngrën lek në Kristaqi, i pandeuri ka dhën lekët të hasbi qela Kreplaku, që hasbi qela Kreplaku i ka dhën brenda të Ervini dhe të Tolja, oficeri policisë, që na kanë fenduar, që na ka lënë prindërit edhe vllajin tim brenda në burgo. Vllai 16 vjeç, Abbas Muharemi ishte në kërkim.
Antonio, Pa një dojnë drejtësi Hito, janë Liliana shpallur janë arrestuar, si, ne nuk kemi bërë Që ndonjë thjesht, vrasje. Shemi Ne Osmani. thjesht kemi kërkuar ndihmë na shteti Si tani neve policisë shteti të na dhunë të na edhe mirë të të ngelemi në mas. burg neve. Një sekond, ne kemi kërkuar ndihmë na policie e Fierit të na mirë të masa. Policia e Fierit nuk na mori mas Edhe për na neve mengel viktima. ore shtëpi. Mori mas për të Pandeuri që na kanë dhunuar që u gjetë qiftja brenda të Pandeuri. Si na Pandeuri asnjë nuk ishte në burg për fajin që kanë bërë, ne që s'kemi bërë fajin, ne që ishim të dhunuar janë arrestuar katër. Dy janë në burg, një ishte me arrest shtëpi dhe një ishte në kërkim. Edhe Tolja, oficeri policisë edhe Ervini, ka thënë do ju bëj më të keqen, do ju bëj Shtukuni në të hidhni komisariat fjango se të do zip në uqiro. shtëpi. Si O ka të zotri, drejtë? thashu pse nuk keni të drejtë na fendoni juve keni shteti policisë. Keni video të këtij momenti, keni ndonjë material që Po, po. kam- Po, ja ku e Kam keni foto. zotri unë Po. këtu, të mund ta tregoj Ka vajzën. djalin e Kristaqit Osmani Që që është ka me dhunuar spat. me spat maman time. E ke fotografuar? Po, ja, e kam fotografuar. Prit, ki është djali i Kristaqit Osmani, Genco Osmani, djali i Kristaqit që na ka dhunuar prit, që na doli pritje me spat. Ja mamaja ime, Liliana Muharemi, që ishte me arrest i shtëpie, që e ka dhunuar djali i Kristaqit me spat. E ka dhunuar këtu, në bri. Bas. Po. Janë të paguar edhe tani. Si këta të Pandeurit nuk janë ngelur prund edhe viktima ishim ne ishim të dhunuar. Fol gjela. Rregull ti. Këtu ishim që erdëm në fshati me makinë. Kjo është makina që kemi bredhur në Vlorë në fshatë, që jemi kthyer Kam bllokuar banesën ato është edhe nuk bllokuar, kemi po, mundësi të ishim futur Jo, këtu e shtëpie. kemi në shtëpi, po kjo është makina që i vajtim për në Vlorë. Të kuptoj. Që kemi bredhur, që kemi mbledhur hekra edhe u kthejmë në orën 2 në Vlora. Shikojmë ne Krista që me familjen e vet në Kishte doli çifte në pritje. dorë, do të marrë jetën me kallash, do të Edhe në atë qidojnë. moment neve morëm policin që ne 29 dhe na ka shoqëruar Ne në kërkojmë komisariatin drejtsinë e tonë Fije. për pse janë ngelur në burg. U kërkojnë drejtsinë time dhe drejtsinë e familjes time, pse o ngelen në burg që u arrestuan 3 veta, nuk kanë bërë ndonjë vrasje. Ne akoma jemi të goditur. Ne kërkojmë drejtsinë. Neve na kanë vrarë brenda në komisariatin e Fierit, na kanë dhunuar dhe Na ato kanë fenduar, policit. na kanë shanë, nuk na kanë respektuar. Një fëmijë 7 vjeçare vllani i fundit të pleqerisë e kanë hequr zvarr 15. Kush do ta mbaj atë Ne familjen që jemi janë me 4 kërdi, jemi me 4 banga që japim 1 milion në muaj. Sepse na kjo çështja që na ndjekëm me këmës Kristaq Osmani bashkë me familjen e vet. Shkojmë për të bredhur, për të mbledhur kanaçe në Vlorë ai, në Fier ne në Fier ai, në Durrës ne në Durrës ai. Ai na torturon bashkë me shtetin ai Akoma na na lishoi torturon. familjen tonë arrest me burg. U fut Ai ai, njeri që është i pandeur të ngelet ai, jo familja jonë që është i u fut viktimë. papa im që s'ka bërë asnjë gjë dhe vlla im, kush do ta sjellë bukën për shtëpinë tonë, të Janë na mbaj meruar komisariati fëmijë pa bukë, Fierit. një gjë. Skemi ai Toli oficeri policisë na ka dhunuar neve para Kristaqit. Ai tha do ju bëj të hedhni fjango i zi para derës. Edhe shtëpia jonë është bllokuar, nuk kanë edhe fëmijë bukë të hajnë. Ne kërkojmë drejtsinë tonë. Po. Ato kërkojmë neve.